Ndërsa vetëm brenda 3 ditëve të fundit, bordi i transparencës e ka rritur çmimin e naftës me 15 lek, duke e çuar nga 203 lek në 218 lek për litër. Kryeministri Edi Rama pretendon se ky bord po mbron qytetarët nga rritja e çmimeve të karburanteve, si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Rama deklaroi se gjithçka po shkon siç duhet, megjithse prej javësh vijnon spekulimi dhe abuzimi me çmimin e karburanteve. Bordi i transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëjë, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Deri tani duket se gjithçka funksionon ashtu siç duhet. Gjatë podcastit të tij flasim, kryeministri shmangu totalisht temën e rritjes së çmimeve për produktet e shportës, të cilat kanë pësuar një rritje të konsiderueshme, ndërsa qeveria do të mjaftohet vetëm me monitorimin e çmimeve të produkteve bazë, pa marrë asnjë masë konkrete për të lehtësuar konsumatorët.